Ne kryetar, më fal, pra zoti Merga i mblidhni këto pyetjet edhe në fund pastaj kur të marrojmë mendin. kryetar, buxhetin ne ja japim këtyre institucioneve që këto institucione të kryejnë detyrën. Këto institucione nuk e kryejnë detyrën. Ky institucion vetëm në rastin e fundit tregon që ka dështuar. Zotëria drejtor është tani më i ri dhe nuk po i vë përgjegjësinë atij që sapo është emëruar për ato që të tjerë, dhe në fakt duhet të ishin bashkë me ju, për të na treguar se si ka mundësi që ju që supozoni të mbikëqyrni policinë, e tetoni e të shikoni ku po inkriminohet policia, jeni inkriminuar vetë. Buxheti jepet që këto institucione të kryejnë detyrën. Sa koshient jemi ne, dhe sa është e vërtet, sa është mundësia jonë për t'i dhënë buxhet një institucioni që nuk kryen punën, pse duhet ja japim ne këtë buxhet? Pse duhet shkojnë paratë e shqiptarëve kot për fiktivitete, ndërkohë që kemi problem shumë herë më madhor. Edhe fakti që jepet ky buxhet kaq i vogël jepet pikërisht për të pamundsuar që ky institucion të kryejë detyrën e vet. Fakti është që në Shqipëri, nga Olti Bistri e deri te ky i fundit, çdo 2 javë del një efektiv policie që ka një lidhje me një bandë. Mjafton dosja Metamorfoza për të parë se si gjithë hierarkia e policisë ishte inkriminuar dhe institucioni që supozohet të jetojë këto, jo vetëm që nuk i heton, po të vjen tani dhe të kërkojmë në buxhet për të bërë sikur po bëjmë punën. To janë çështjet buxhetit, se të gjitha këto para i japim këtyre institucioneve pikërisht për të bërë punën. Dhe kjo nuk është çështje politike. Nëse inkriminohet policia e shtetit, siguria e vendit, ajo është një gjë që na prek që të gjithëve. Nuk është çështja hajt kalojmë radhën dhe mos të flasim për këtë çështje. Si mos flasim ne për aeroportin, ku mbikëqyrja e policisë ishte 0 për 1 orë e gjys. 1 orë e gjys atentat në zonën më të sigurt të vendit, dhe të vim tani këtu sikur s'ka ndodhur asgjë. AMP-ja, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Tu duhet mbikëqyrur vetë AMP-ja një. Si ka mundësi që në çdo atentat mafioz, është një polic. Dhe janë në nivele jo të ulta, po nivele të larta. Si ka mundësi që po këta njerëz që janë në këto atentate, po këta efektiv policie kanë një xhaj, kanë një daj, kanë një kushuri, kanë një nip, kanë një diçka, ose te IMT-ja, ose në një strukturë tjetër të shtetit, siç ishte rasti konkret. Siguria është gjendje katastrofike dhe na prek të gjithëve, nuk mund ta shmangim. Se nëse këto institucione nuk e kryejnë detyrën, pse do t'ja uçojmë parat? Për çfarë t'ja uçojmë parat? Shikojeni buxhetin, pse e rastësishme është që buxheti është nivelet skandaloze, çfarë pune do bëni me këtë buxhet? 93% e buxhetit tuaj është që gjendja më pas të rri kështu siç është, për të mbijetuar. Rroga. S'keni ju mundësi për investime, për të bërë diçka, për të investuar në teknologji, për të bërë asgjë. Me çfarë do t'i mbikëqyrni ju? Nëse nuk investojmë në teknologji sot. Se bandat, mafia, krimi kanë investuar në teknologji. Mjaftuan përgjimet e SKJCC-s për të na treguar se në çfarë bataku jemi ne dhe ku jemi katandisur ne. Që gjithë policia ishte në alarm, shpejt se po vind na e kapin Plum Gjokën, shpejt se po na vind na kapin këtë mafioz e atë mafioz. Policia në alert se mos po na kapen mafiozët. Të tani t'i japim dhe buxhet, për çfarë? Keni marrë ndonjë masë për inkriminimin e këtyre institucioneve? Cilat janë masat? Se vetëm ka ardhur duke u rritur. Çfarë masash keni përgatitur ju që mos ndodhi më që një agent i AMP-s të jeti përfshirë në grupin më të rrezikshëm kriminal që ka Tirana, që është i Shullasit? Cila është masa? 0, s'është në buxhet kjo. Se bëjmë sikur çdo gjë e kemi në rregull. Do bëjmë këtë projekt me ndërkombëtarët, me të ndërkombëtarët. Shikoni raportet e ndërkombëtarëve çfarë po thotë për institucionet tona të sigurisë. Ky komision nuk duhet të bie pre efektiviteteve dhe lorave politike apo debateve politike po doni. Duhet kryej detyrën. Detyra jon kryet kur ne i themi për çfarë të t'japim ty buxhetin,
Kur e ke institucionin që përvajson të inkriminuar, për çfarë? Ta inkriminosh më shumë, dhe pse ndodhin këto, sepse ato para për hir vërtetës nuk shkojnë as për projekte, por shkojnë në për xhepa. Kjo është realiteti jon. Unë kam pyetje që si ka mundësi që nuk merret asnjë mas për këtë gjendje dhe si nuk ju prek ju kjo gjendje. Thash që në fillim, duhet të ishte paraardhësi këtu. Duhet të kishte dhe një staf këtu. Çfarë masash keni marrë? E dyta, si ka ndodhur kjo? Cilat janë arsyet e mundshme që e detyron një punonjës të thotë, shiko, më mirë se sa me policin, unë po rri me shullazin. Cila është arsyeja që e shtyn një punonjës ta bëj këtë? E treta, cilat janë kriteret që ju i caktoni që i merrnin punë më këta njerëz? Që ju i jepni gjithë këtë fuqi, gjithë këto grada, kush është kriteri jon që i ngrejmë këta njerëz në këtë pikë? Çfarë kriterësh kemi?